domethënë i emigrimit, nëse ju kujtohet vepra në infrashit, bagti e bujqësi, ju ka kushtu emigrimit. Pe asoj kohë, domethënë që kam pas këtë gajle. E tash emigrimi ka ndodhur për arsye të ndryshme dhe për etapa të ndryshme. Vitet 60 kanë mirë të organizuar. Vitet e 80 kanë para deri 2000 kanë për arsye politike, se një parafol që tha për jetë më të mirë ekonomike, në sem po të bëj be që në Evropë para vitit 2000, jo në Evropë, pas më të dyve azil ekonomik së kanë. Nëse s'ki arsye politike, azil s'ke pas. Këto me përgjithësi të plotë për thamë. Edhe me përfundue, ato dy pyetjet që kem për jetë më të mirë ose për fëmijë. Pasha një Zot që ma ka folë shpirtin. Po folë me vedijet plot, edhe pe di që pa thëmë. Nëse je dalë për qatë arsye, jeta, apo fëmijët nuk të kam bot, që shdojt ki menem ditën që i largue. A vëtën? E veç po du edhe nëse ma jep një fjalin fund, në përfundue. Nëse hjeket, po thujna Albin Kurti, apo vetë vendosja pe i kombinimit, pasha një Zot, kush ta kish bo laf, kanë drejt me votue. Po duhet mi thonë edhe ati faleminderes që kam rri me angazhue edhe do më thonë me fut në kombinim edhe diasporën. E mos me konë do më thonë krejti jashtë sistemit, pavarësisht se na jena për të tonë, do më thonë, për konë votojna kena mundësi, kona dojna me votu. Nuk mujna me thonë qito, por na u kanë veshen. Kush rrinë mas kësaj, është punë e juvja me gjithë, ama është një dore keqe. Zotërit, falenderoj shumë për telefonatën. Gjithë të mirë dhe kalofi shumë mirë, në dëgjohemi prapë. Shumë faleminderit, ishte nga Britania e Madhe. Falenderoj vetëvendosjen që i ka përfshi.